Përdorimi i pesticideve në vendin tonë është një shqetësim serioz, që nga, le themi, tema e mandarinave në nëntor, ku blokuan në Kroaci, apo ndalimi i kastravecëve shqiptar për t'u eksportuar për shkak të ngarkesës së lartë të pesticideve. Sa të sigurt jemi, sa rrezikojmë, çfarë dëmesh ka në organizmin tonë, pse përdoren në kriteret dhe jashtë kritereve pesticidet, këto 7 pesticide të ndaluara, ne i kemi nxjerr, kemi u lumtuar dhe kemi materiale të cilat tregojnë se çfarë dëmesh sjellin këto dhe pasoja në organizmin tonë. Për hir të së vërtetës, kemi kontaktuar shumë ekspert për të folur për këtë temë, pra për pesticidet në vendin tonë, po ashtu dhe shumë fermer, të cilët nuk na kanë përgjigjur, nuk kanë qenë gati për të ardhur dhe për të folur në një studio televizive për këtë temë. I vetmi që pranoi të vitë dhe të na tregojë të vërtetën është Ilir Pilku. Mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni këtu. Faleminderit për ftesën, se nuk duhet vim. Të flasim të vërteta, të duket flasim... sikur druheshin, sikur të riqeshin, se më çfarë them, se ndoshta duhet të themi të vërteta, por ka momenti që publiku t'i dihet se çfarë po ndodh. Nuk ka asnjë shtet që është perfekt në botë. Duhet të themi dhe ato gjërat që nuk janë mirë dhe ato gjërat që janë mirë. Dhe në këtë mënyrë, neve japim dhe dëgjuesve, popullatës, japim informacion se si të ushqehen shëndetshëm, ose se si të parandalojnë problematikat që mund të sjellë përdorimi i pesticidit. Vetëm konsumatorëve, po që tek fermerët dhe që tek ato pesticidë që hyjnë në vendin tonë. Ti ndërgjegjsojmë të gjithë. Kemi një insert përgatitur, një përmbledhje dhe rikthehemi përsëri për diskutuar. Siguria ushqimore mbetet një shqetësim serioz në Shqipëri, pasi konsumatorët shpesh ekspozohen ndaj produkteve me pesticide të ndaluara që vendet europiane i kanë hequr nga përdorimi. Në nëntor 2024, një ngarkesë mandarinash nga Shqipëria u bllokua në Kroaci dhe u kthye pasi analizat zbuluan praninë e lartë të pesticidit të ndaluar, klorpyrifos. Ky rast i raportuar nga Organizata për Sigurinë Ushqimore RASFF tregon se në vendin tonë është lejuar përdorimi i këtij kimikati edhe 4 vite pas ndalimit të tij nga BE në 2020. Problemi është diskutuar edhe më pas mes ekspertëve, ndërsa produktet e tjera shqiptare si kastravecët janë refuzuar në tregjet evropiane për shkak të niveleve të larta të pesticideve që ekspertët thonë nuk kanë qenë në parametrat e duhur. Sipas të dhënave nga ekspertët, mendohet se gjatë vitit 2024 janë gjendur në tregun tonë substanca që përfshin klorpyrifos, klorfenapir, klorpyrifos metyl, linuron, diamothot dhe omethoat, ndërsa të fundit që mund të kenë pasoja të drejt për drejta janë qytetarët. Si është e mundur që këto pesticide të ndaluara përdoren në vendin tonë? Kush duhet të mbajë përgjegjësi? Shiko, është pak komplekse, sepse mbi të gjitha gjëja më kryesore që ne duhet të themi është ndërgjegjësimi i fermerëve për atë që përdorin. Janë disa procese, janë disa etapa, të cilat unë do të përmend që institucionalisht është ligji dhe procesi. Pra, janë 2 element, e kemi në ligjin e mirë, dhe pastaj është procesi. Ligji aktual çfarë tregon? Ligji është kanë lejuar deri këtu të vijë. Ligji është konform rregullat e Bashkimit Evropian. Pra, një herë në 3 muaj, portali i platforma e Bashkimit Evropian jep informacion mbi preparatet të cilat ikin nga lista dhe preparatet që hynë në listë. Po, e njëjta gjë ndodhi me 7 pesticidet. Dhe këtë ministria e bën shumë mirë. Pra, ai sektor në Ministrinë e Bujqësisë e bën përditësimin e bën në mënyrë shumë të rregullt. Ja, dhe po të shikosh, unë e kam marrë apostafat këtu, është... Kjo është lista e... Lista. Kam marrë vetëm të fundit. Pra, unë kam marrë të fundit, të updateuar. Ja. Qartë, pra, tregojmë dhe njerëz se çfarë përmban. Ja, do ta lexoj, që të jemi fare të sakt, është në janar të 2025, pra përditësimi i fundit, një herë në 3 muaj, dhe janë disa preparate ku thuhet ure 4600, janë përmbajtja në përqindje e lëndës aktive, në çfarë grupi për llogaritet, kush është aplikanti, pra kush është ai që do ta importoj, kompania që importon,
kush është prodhuesi, pra është Syngenta në Greqi, Syngenta në Kinë, kush është importuesi dhe numri përkatës dhe data e regjistrimit të këtij preparati. Pra, këte, çdo pikë që tregton preparate, duhet të shikoj inventarin që ka dhe listën në cila kush është hequr dhe kush ka hyrë si preparat. Ne këte, pjesën e procesit, ne duhet ta përmirësojmë. Pra, përditësimin... Ju po thoni që fermerët nuk janë të informuar, të përditësuar se çfarë është hequr nga pesticide dhe vazhdojnë të përdorin? Patjetër. Ndërkohë që tregtarët e vegjël kanë stok dhe nuk e respektojnë atë periudhën grejs. Kanë pesticide stok, pra këto pesticide janë të ndaluara, që nga 2020 ata i kanë stok dhe i përdorin. Pra, ka një periudhë grejs... Se Bashkimi Evropian, ka një arsye pse i kanë ndaluar? Nuk mund të hiqet një pesticid në mënyrë të menjëhershme. Pra, sot ne po e heqim me një vendim në platformën e Bashkimit Evropian dhe nesër ti s'do ta kesh më në pikën tënde të... Ka një periudhë grejs, se do ta themi, ka një periudhë grejs që është afërsisht 3 mujore, pra ti gjatë 3 muaj mund ta tregtosh dhe në fund të 3 mujorit ti duhet paraqesh inventarin. Është një grup pune nga Ministria e Bujqësisë, nga tatimet e tjera që bëjnë azjesimin e preparatit. Ky është ai procesi që ka çeduar puna i bie. Ky grup nuk është nuk është që ta themi në mënyrë zyrtare e identifikuar, po kjo kërkon përmirësim. Mund të thoja që ky proces kërkon përmirësim. E di pse këmbgul që them pse i kanë lejuar, kush i ka lejuar, se të gjithë janë të shqetësuar, duke lexuar, duke u lumtuar, se çfarë sjell për shembull secili prej pesticideve që unë i kam këtu nga dokumenta të tilla zyrtare dhe janë friksuar kur thotë që dëmton sistemin hormonal, dëmtojnë sistemin nervor qendror, shkakton probleme zhvillimore tek fëmijët, lidhet me dëmtimet kognitive, për shembull chlorpyriforius, po, sepse ndoshta e shqiptoj mirë siç duhet, me dëmtimet kognitive, autizmin, uljen e koeficientit të inteligjencës tek fëmijët, që sjell paramendje të vjella, që ne si kuptojmë, dhimbje koke. Pra dëmton sistemin nervor. Janë dhe shumë... Njëri nga pesticidet. Janë dhe shumë... Nuk duhet i referohemi, sepse... Gjithmonë kur përdoret në sasi të mëdha. Për këtë preparat, ky ka qenë kalorësi më i fuqishëm prej vitit 1966 dhe nuk mund themi që shkencarët nga 66 deri në 2022-shin. Po prandaj ashtu është sëmundjet i lirë, prandaj ashtu është sëmundjet e linuroni për shembull, që është një pesticid endokrin, ndryn në sistemin hormonal, thotë dhe çon në infertilitet, defekte të lindjes, kancer i gjirit, prostat. Këto sëmundje arritur, pra dim çfarë kemi ngrënë gjithë vite, janë dhe sëmundjet që janë arritur, kaq. Është e thjeshtë. Shiko, duhet ta themi me plot gojë që duhet t'i zbatojmë në mënyrë rigoroze ato që Bashkimi Evropian i heq nga lista, pra kjo nuk diskutohet. Po jo t'i bëjmë kaq shumë tragjike, pra ne i bëjmë... Po s'u bën tragjike këtu, nuk merr masa njëri, me të drejtën. Ose t'japim mesazhe shumë të forta, për shembull që 34 preparate, pesticide dhe kimikate janë të lejuar nga Ministria e Bujqësisë. Nuk është e vërtetë që janë të lejuar. Unë ju tregova se si përditësohet në mënyrë rigoroze, një herë në 3 muaj, lista e preparateve të lejuar dhe ato të cilat dalin nga lista. Nuk do ta japim kështu, por çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Dhe kush është realiteti? Le të themi çik realitetin. Ndodh që shpeshherë, përveç atij stokut që përdoret në mënyrë të abuzive, pra i jepet dhe receta, pra është edhe farmacisti, Michel, që e jep atë preparat në mënyrë abuzuese, po edhe fermeri që e përdor atë. I ka dhënë efekte para disa vitesh, ka pas efekte të mira dhe e përdorin sepse kanë dhënë efekte. Ndërkohë që unë do ta them pak, Niki, që ta sqaroj më mirë, problemi qëndron që ka dhe preparate të cilat vinë, jo, që vinë në mënyrë kontraband. Po. Përpara se ta shqelloj pak gjatë bisedës sonë, unë dua të përmend një gjë për të gjithë teleshikuesit tanë. Pra, atë mesazhi është që jemi vendi që përdorim më pak pesticide dhe kimikate në botë, Shqipëria. Për shkak të klimës, kushteve gjeografike që kemi mundësi të rrisim. Shiko, ai që do të thoja është që janë disa faktorë, është edhe vetë fuqia financiare e fermerit, që nuk mundet të bëj
të përdorin në sasi të... Dhe nuk ka asnjë lloj problemi nëse ti përdor në sasi, pra në herës, një pesticid. Çështja është se si ti e aplikon përdorimin e preparatit. Për shembull, në Amerikë, në Kaliforni, kam parë plantacione me mollë që kishin kaluar 42 spërkatje. Ndërkohë që maksimumi në Shqipëri, në rajonin e Korçës, maksimumi bën 15. 15 për gjatë gjithë ciklit të prodhimit. Por, mënyra se si... Edhe më pak ndoshta, se unë kam mollë vetë në shtëpi dhe ima Unë thash maksimumin. Mënyra se si i përdorim, ke neve, ajo është një pjesë e gabueshme dhe këtu duhet shteti që të luajë rolin e saj. Unë du të jap vetëm 2 shifra shumë domethënëse. Plera kimik, Shqipëria përdor 38,4 kg për 1 hektar. Ndërkohë, pra ka qenë më lartë në vitin 2020, në 2022 është 38,4 kg. Ndërkohë që sot, mesatarja e Bashkimit Evropian është 132 kg. Pra, mos gabojmë, është 4 herë më e lartë se çfarë përdorim ne. Pesticide. Ne përdorim 0,6 deri në 1,1 kg për 1 hektar. Sa përdor mesatarja në botë? Mesatarja në botë është, mos gabojmë, 4,2 kg. Pa do të thotë, afërsisht 8 herë më shumë se që përdorim neve. Për që përdorin pesticide? Do më thënë që ta din dhe publiku më thjesht? Për kundër insektet? Për të rritur më shpejt, për të bërë të bukura? Ngroja globale ka krijuar nevojën e përdorimit të pesticideve. Ndërkohë që dhe format e kultivimit në bujqësi ka ndryshuar. Nëse kishim para 30 vitesh vetëm një formë tradicionale, për shumë të marullirin, 250 rënj për 1 hektar. Sot kemi arrit në super density, pra në densitet super të lartë, deri në 8.000 rënj ulli në 1 hektar. Pra, kjo është bujqësia super intensive. Dhe një bujqësi super intensive do të ka nevojën e përdorimit të plerave shumë intensiv. Pra, sasin më të madhe. Por, ajo që duhet të themi, që ne e bëjmë gabim, dhe ndoshta procesi integrimit në Bashkimin Evropian, kapitulli 12, përshtatja e ligjshmërisë, jo vetëm përshtatja nga ana e ligjit, po edhe zbatimi i ligjshmërisë, do ta bëj më të fortë këtë pjesën që ne mundohemi sot ta sjellim nga studio e televizionit TV Reporti, për shumë her pas here, ndërgjegjësimin e fermerit nëpërmjet emisioneve. Por duhet funksionojë ligji, që do të thotë që fermeri duhet të digitalizohet, do të thotë që të mbajë shënim. Sot, çfarë përdori sot, parcelën e tij me çfarë espërkati sot, me çfarë dozometrie espërkati, sa është karenca, pra se një nga problemet më të mëdha është karenca. Dhe jo të jemi, si që thotë populli ta maqarë, vetëm të prodhojmë të jenë të bukura e të rriten shpejt fruta perimet dhe për anën e syrit që të jenë të mëdhaja e të shiten, por që të jemi dhe të ndërgjegjësuar që pritë se po e shtuam më tepër këtë lloj pesticidi do dëmtojmë shumë njerëz. A funksionojnë këto macat e nivelit të pesticideve, apo s'janë kot? Jo, shiko, macat ato që kemi parë në ato portative të Kines, ato janë të pakalibruar dhe në mënyrë absolute që nuk duhet jenë referencë. Laboratori është ai që mat në mënyrën të saktë dhe ndoshta këtu do të dalim pak. Janë laboratorët të aftë të zbulojnë llojin e pesticideve, sasinë dhe do të përgjigjem dhe këtu ndoshta neve mundemi të sqarojmë çfarë janë ato numri 34, që profesor Abazi ka deklaruar para pak ditësh. Laboratorët tanë, kemi një laborator si një hotel me 5 yje plus, pra i SUVI, ose si që kemi pasën neve në konton i KV-ja, ka një laborator të mrekullueshëm të fundit në pajisje, në infrastrukturë, po kuptohet që kërkon më shumë punë për akreditimin e sa më shumë preparateve që analizohen në laborator. Ndërkohë që kemi dhe laboratore private, janë
më përpara në teknologji, dhe një laborator çdo të thotë kjo. Çdo të thotë për një laborator. Dhe pse është numri 34 më mirë ta themi. Sepse kur kjo domatja ka shkuar në laborator, kuptohet që ka dhe një mënyrë se si kjo domatja merret nga parcela në mënyrë diagonale mostra nga anë të ndryshme të parcelës dhe minimalisht duhen rreth 2 kg domate për të bërë një test në lidhje me mbetjet në produkt. Laboratori, i cili është i akredituar për ky në Shqipëri është mos gabojmë për 500-600 preparate, në Europë janë deri në 1000-1200 preparate, e fut këtë produkt në analizë dhe dalin çfarë preparatesh janë përdorur këtu. Dhe kjo është ai numri 34. Numri 34 tregon që ne kemi përdorur disa preparate të ndaluara në këtë listën që unë përmenda, që do të thotë kanë hyrë në mënyrë kontraband, ose janë tregtuar nga stoku që kanë pas farmacit më përpara bujqësore, dhe numri 34. Nuk është se kemi ne 34 preparate të ndaluara që i ka lejuar shteti jonë. Jo, janë mënyrat se si kanë hyrë në Shqipëri ato preparate, ose nga stoku. Po çfarë duhet bërë tani që këto të mos qarkullojnë më, se qarkulluan edhe mandarinat i kthyem dhe i hëngrën prapë? Prandaj, kapitulli 12 integrimit evropian thot në ligjshmërinë tonë thot gjurmëshmëria. Që do të thot unë e marr këtë, e ndjek në çfarë loti si ka ardhur deri tek nga fillimi, fermeri, po. Dhe unë shkoj ka i fermeri i cili e ka prodhuar këtë domatën, dhe kuptohet janë apat të tjera pasaj proceset ligjore penalizuese. Pra, ne, Autoriteti i Sigurisë Ushqimore bashkë me Agjencinë e Mbrojtjes së Bimëve dhe Veterinarisë, që për mua janë dy institucione që duhet jenë në një, pra dhe këtë duhet themi dhe disa fjalë të cilat duhen rregulluar, disa gjëra që duhen procese që duhen rregulluar. Kemi agjenci pafund, ndërkohë që nuk kemi një harmonizim të agjencive ose një shkrirje për të pas një bashkërendim pune që të dihet se kush bën çfarë. Në këtë shport që kemi në studio, që kemi kastraveca, patlıxhan, karota, brokoli, lilakër, të gjitha prodhime speca shumë ngjyrshe, portokaj dhe domate. Tani, e zëm se ky është një treg i vogël, ne do shkojmë do blejmë. Si do ta zgjedhim? Çfarë pikpyetjesh na vinë në mendjen tonë teksa bëjmë një pazar? Më vjen mirë që kur ti Niki më fton, unë jap leksionet pa pagesë. Në këtë shport... Po me një shpërblim të madh nga publiku. Këtu kemi të gjitha produkte shqiptare. Këtu kemi duhet të shohim dy lloj standardesh. Standardi i sigurisë ushqimore, që do të thotë neve po e quajmë këtë ark, dhe po e marrim si një ark, e cila do kishte një nga këto produkte, duhet kishim një etiket shoqëruese, po bëj një improvizim. Në taket e tregu? Po. Tregtari? Po, atë që ne kur marrim produktet e importit e kanë, duhet ta kishim këtu, e cila do na thotë çfarë klasi është ky produkt, klasi A, B, C, pra cilësia 1, cilësia 2, cilësia 3, kush është prodhuesi i këtij produkti. Pra nga ka ardhur ky produkt, si ka ardhur deri në këtë treg? Mënyra e paketimit, pra i japin të gjithë karakteristikat. Dhe prandaj thash që kemi sigurinë ushqimore që na siguron për gjurmshmërinë. Pra kjo është ajo gjurmshmëria kush e ka prodhuar, dhe standardi i marketingut. Standardi i marketingut, unë kur e lexoj, arrit të kuptoj që kjo amballazhi këtu, pra kjo kutia, ka produkt të cilësisë të dytë. Pse? Po e marr si shembull. Po ta shikojmë te karrotën, secili do thotë shumë e mirë. Jo, unë s'do thoja që është e mirë. Okej, mund të... E para nuk ka bishtat. E dyta ka një strukturë jo të rregullt. Po. Do ta kisha bler këtë karrotën. Ngjyra gjithashtu. Ti e lexuar. Po, jo dakord, po që... Pra, kjo këtu, përderisa kjo nuk ka bishtin, dhe po të shikosh këtu është në formë grope, është mundësia e kontaminimit të kësaj karrote. Po ta shikosh formën e karrotës,
nuk është e drejtë, megjithëse në karrotë nuk shikohet kjo pjesë, me fjalë, sepse vetë produkti është i tillë, por në këtë rastin konkret këtu, kjo është një karrotë e cilësisë së dytë. Pavarësisht se duket shumë e mirë si produkt. Unë do marrë një tjetër, që do ta identifikoj me një problematik. Kjo domate jemi shumë mirë në mënyrën e vjeljes, pra standardi është i plotësuar. A ka aromë, mund ta nuhasim pak? Po. Mund të jetë një nga mënyrat për ta? Po, edhe aroma është një mënyrë. Ngjyra është një mënyrë, pra ngjyra është një mënyrë. Dhe gjurmët që kanë, dhe kjo nuk është se cilësisë parë, se po ta shikojmë, ndoshta kamera nuk e di arrin ta shikoj, ta identifikoj. Disa gropëza gjurmë. Pa gropëza, këto gropëzat që janë dëmtime, pra ky është produkt jo i cilësisë së parë. Pra, dhe kuptohet dhe është edhe rrezja, do të shohim diametrin, po me diametrin është në rregull kjo si domate, po standardi marketingu të kësaj... Nëse do kishim këtu një domate ne të bukur të madhe, të kuqe, një formë të shkëlqyer, ajo do ishte cilësi e parë? Po. Pa ajo ka shumë pesticide. Po, unë thash, kemi standardin e sigurisë ushqimore dhe standardin e marketingut. Se kjo mund të ketë shumë pesticide. Ne po flasim për standardin e marketingut në rastin konkret. Kjo cilësi e dytë, po s'ka shumë pesticide, apo jo? Këtë do zgjidhte konsumatori, ato me shumë pesticide të bukur të cilësisë së parë, apo patjetër që do shikonte atë që nuk i bën dëm shëndetit. Pa atë që nuk ka. Por asnjëherë ti nuk e ke të shënuar që ka pesticide apo pa ti mund ta kesh është organik ose është bio. Siç ndodh në tregjet e huaja. Në tregjet e huaja. Për shembull, po ta marrim këtë kungullin këtu, është i vjelur në mënyrën e rregullt, pra i ka të gjitha parametrat, po ka një ngjyrë që cila tregon nuk e tregon që është i freskët. Po ta shikosh, ka një zbetësi si produkt, dhe ky është standardi marketingut që nuk është në... Qartë. Ilir, regjia është duke më komunikuar, apo jo, diçka? Është duke më komunikuar? Okej, është duke në ndjekur Altin Joka, nutricionisti i emisionit ton, nga Suedia. Ka rastisë si duke të ndjek këtë emision, gjithmonë kur ka emisionet të tilla është sensitive dhe do të ndikoj dhe të ndërhyj për të dhënë mendimin e tim. Patjetër mund ta vendosim, mund të kemi Altinin në linjë për të dhënë mendimin e tij, nuk e di se ku dhe çfarë do të na tregojë. Ndoshta ndonjë eksperiencë nga tregu suedez, si janë të organizuara tregjet. Ne po flasim për pesticidet, për mënyrën se si konsumatorët duhet të ndërgjegjësohen, fermerët duhet të ndërgjegjësohen. Altin ndërhyj, nuk është momenti? Okej, e presim, se kemi vetëm 4 minuta. Të lutem, vazhdojmë me perimet e tjera. Specat sa më të mëdhaja, aq më... Nuk ka lidhje madhësia, sepse janë varietetet të ndryshme specash, mund të jetë një madhësi më të vogël, më të madhe, po forma dhe shoqërimi me i çdo produkti me fletën e analizave, ne na siguron, e cila mundet të vendoset edhe në gjurmshmëri në etiket, ne na siguron që ky produkt është me siguri ushqimore të lartë. Pra ky është ajo që ne duhet të themi këtu. Pastaj, standardet e marketingut janë ato që ne na pëlqejnë, a është në formë të mirë, nuk është në formë të mirë, a ka dëmtime, nuk ka dëmtime, mënyra e paraqitjes, pra janë pjesë, ajo është pjesë e vlerës që merr produkti në treg. Kurse siguria ushqimore është një diçka e pa negociuar. Qartë. Si do zgjidhet, pra si do t'i shqetësojmë ne qytetarët që këto pesticide të ndaluara nuk do jenë më, ke informacione se do zgjidhin autoritetet? Atëherë ne nuk e kemi atë mundësi si konsumator, që të themi që kjo është e mirë, sepse nuk e dim përbërjen brenda, por ajo që duhet të bëjmë ne anvisat në familje, është që përpara se këto të gatuhen ose të konsumohen, mund t'i leni 2 orë në ujë me sodë. Soda nuk ka ndonjë kosto, soda e bukës nuk ka ndonjë kosto të madhe. E largon pesticidin soda? Patjetër, i bën një shpërndarje dhe 2 orë dhe pastaj... Shumë 2 orë, ku kanë zonjat që punojnë të lënë 2 orë për të hequr pesticidet? Po, tash unë them 2 orë duke qenë... Mirë, dakord, po them që do të jemi dhe në çik realisht që ndodh. Dhe pastaj një shpërndarje sa më e mirë me ujë, sa më ujë të bollshëm, dhe t'jeni sigurt që produkti që do konsumohet e ka reduktuar, nëse ka pas ndonjë mbetje, e ka reduktuar shumë situatën e mbetjes së produktit. Pra, kjo është ajo si ne si konsumator, që garantojmë veten tonë me atë që kemi ne në dorë. Ndërkohë që shteti ka në dorë shumë më tepër që të na sigurojë neve që çdo produkt që tregtohet ose eksportohet
është me parametrat e duhur. Ka një MRL, pra mbetjet në produkt, janë brenda normave të Bashkimit Evropian. Jo të gjitha. Po që neve duhet siguria ushqimore është një pra, çështje. deri tani janë dy, se mund t'jenë dhe më shumë. E para mandarinat në nëntor dhe kastravecat që u eksportuan përsëri kishin ngarkesë në pesticide. Rrezik po të çojmë dhe ndonjë të eksportojmë dhe të analizojmë një tjetër produkt do të jetë në nivele të tilla. Unë do të theksoja ndoshta me që kemi shumë pak kohë në dispozicion, nuk është se ne duhet merremi ta vendosim të gjithë atë forcën dhe theksin ke kjo shporta e prodhimeve tona të vendit, sepse ne me produktet bujqësore që prodhojmë mbulojmë vetëm 40% të konsumit që kemi, se 60% i kemi nga importi, ne duhet të ushtojmë kontrollet të forta, doganore, si që na bën Kroacia ne me mandarinën, ne duhet të bëjmë për të gjitha produktet të cilat ne importojmë. Kur thoni që duhet të bëjmë kontrol, do të thotë që këto kontrolle nuk po bëhen siç duhet. Të merret produkti, çdo produkt në ngarkesë në bazë të analizës së riskut, të merret, të dërgohet tek ISUVI ose tek një laborator privat dhe të shikohen mbetjet. Sepse, po i marr vetëm një shembull. Në kohën që u trumbetua aq shumë fort, edhe nga mbetja edhe nga media, që mbetjet në mandarina tona ishin të larta e të tjera dhe në total kishim vetëm 4 ngarkesa, 4 kamion. Unë pash pak atëhere, u mora pak, dhe pash rasmin, se kush ishin reklamimet. Për të njëjtën periudhë kohe, Turqia kishte 108 kamion. Pra, për mua kjo është një analizë e mirë risku, që unë produktin që më vjen nga Turqia, ti ushtroj një kontroll më të rrept, në mënyrë që të siguroj popullatën që po konsumoni produkt të ngrënshëm. Mirë, faleminderit shumë për bisedën e sotme, ju uroj ditë të mbar. Ne do të shkëputemi për publicitet, jemi pas pak me Stelën për maskat e ditës së sotme. Në bëje vetë.